Jemi sot në ditën e 47 të kësaj qëndrese. Do t'jemi këtu edhe sa ditë ketë nevoj. A do t'jemi apo jo? Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Si që është bërë tani më zakon, le ta nisim me himnin kombëtar e pastaj të vazhdojmë me protestën e ditës së 47. Sot është e 47-ta ditë prej se kur kjo lëvizje kaq e bukur ka nisur. Kjo lëvizje që ngriti të gjithë shqiptarët mbi ndasit që kishin pasur më para. Ngriti shqiptarët mbi dallimet fetare, mbi ndasit politike. Dhe i bëri ata bashk gjithë në shesh kundër këtij sistemi korruptiv e kriminal. Kjo lëvizje as nuk mund bëhet pis e as nuk mund preket nga askush. Ndaj i themi çdo kujt që tenton të përfaqësoj këtë lëvizje që nuk do ja dalë dot.
lëvizje nuk ka përfaqësi. Kjo lëvizje ka prani fizike në shesh. Kjo lëvizje nuk do futet kur në negocime, pasi kërkesat i ka të qarta. Ne s'kemi me negociu me askën. Sepse pika e parë e kësaj proteste dhe më e rëndësishmja është ajo që ne kemi kërkuar prej ditës parë dhe është dorëheqje. Kjo nuk do të thotë se ne nuk inkurajojmë çdo lëvizje e çdo qytetar, e çdo deputet që të vendoset e dalë përballë Ramës. Ne inkurajojmë këto që i del përpara këtij regjimi. Sigurisht e kemi thënë dhe do ta themi. Ne kërkojmë nga prokuroria e posaçme hetimin e Edi Ramës si koka kriminale e këtij sistemi të korruptuar. Por ne nuk do të mjaftohemi kurrë as me deputet që bëjnë gjasme si kur i dalin përballë partisë, po vijojnë t'jenë brenda partisë. Ne kërkojmë që lëvizjet e kujto të jenë të qarta, të dukshme dhe le të jenë në kohezion me kërkesat e sheshit. Dorëheqje! Dorëheqje! Hadi.